Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Lajmet në fakt për Big Brother kanë filluar që të komentohen kastet që përgatiten tashmë për sezonin 2025-2026, do të thënë për sezonin e radhës që do të startoj Big Brother, përfliten data, përfliten muaj, përfliten emra të banorëve që do të jenë pjesë e këtij kasti, që në fakt pritet të jetë kast shumë i nxehtë, por së fundmi televizioni i parë në fakt që ka filluar të alarmoj për Big Brotherin e radhës është pikërisht Klan Kosova. Në një status në portalin e Klan Kosovës është publikuar një fotografi duke e pyetur audiencën më gjerë a jeni gati për sezonin e ri të Big Brother VIP Kosova. Do të thënë siç duket çdo gjë është gati dhe shtëpia ka filluar që të merr atë pamjen krejtësisht të re. Vitin e kaluar, regjizorja apo producentja në fakt e këtij Big Brotherit, Olsa, e mbajti shumë të mbyllur audiencën, e mbajti shumë të mbyllur shtëpinë, nuk tregoi asnjë gjë, domethënë rreth shtëpisë. Javën e fundit konkretisht dolën ca pjesë të vogla të shtëpisë ku shqiptarët patën fatin që ta shohin shtëpinë. Tani që ka filluar puna dhe tani që fillon domethënë intensivisht puna në Klan Kosova për të rindërtuar edhe një herë shtëpinë që në fakt pritet që të jetë me kushte edhe më të mira, me kushte edhe më moderne, Klan Kosova pyetën a jeni gati, që nuk kupton domethënë muaji i Big Brotherit nuk do të jetë më starti ashtu siç ka qenë, por pritet që të fillojë më shpejt se sa ne pretendojmë që të filloj. Do të thënë gjithmonë Big Brother VIP Kosova ka startuar në nëntor këtë vit, pritet që ndoshta të jetë nga mesi i tetorit ose fillimi i tetorit. Edhe pse datën vet Klan Kosova do ta bën shumë alarmante. Nga informacionet që kemi arritur që të sigurojmë në fakt deri më tani dhe nga ajo që flitet lart edhe poshtë jo zyrtare akoma, pritet që ky Big Brother të zgjat më shumë se 3 muaj. Në fakt Klan Kosova dhe produksioni Big Brotherit nuk është se kanë thyer ndonjëherë rregulloren e ditëve. Big Brotheri në Kosovë për vite me radhë është mbajtur 100 ditë, por këtë vit siç duket domethënë do të tejkalojë 100 ditëshin dhe ndoshta do të jetë 4 muaj. Këto janë thashë theme që po fliten deri më tani, por reklama e madhe ka filluar të bëhet dhe siç duket Big Brother VIP Kosova këtë vit na vjen më herët se sa ç'ne presim dhe më shpejt se sa ç'ne presim. Përflitet që do të ketë banor shumë interesant të këtij kasti, nuk është bërë akoma asnjë emër publik, por domethënë zërat janë shumë të mëdha për emra që do të trondisin median shqiptare.